Kurban Bajrami ose festa e flimit është një nga festat më të rëndësishme për besimtarët musliman. Ajo simbolizon devocionin e profetit Ibrahim ndaj Zotit dhe gatishmërinë e tij për të flijuar djalin e tij Ismail në shenjë bindjeje dhe besimi të plot. Sipas traditës, Zoti e zvendçoi Ismailin me një dash, duke treguar mëshirën dhe më të mirën për njerëzimin. Me rastin e kësaj dite të shenjtë të besimit dhe sakrificës, muftiu i rrethit të Lushnjës, Gramoz Bliku, përcolli një mesazh urimi për të gjithë besimtarët musliman përmes një prononcimi për televizionin Apollon. Ai uroi që kjo festë të sjellë paqe, dashuri dhe begati në çdo familje, duke theksuar rëndësinë e solidaritetit dhe ndihmës ndaj njëri tjetrit, veçanërisht ndaj atyre që kanë më shumë nevojë. Bismillahirrahmanirrahim. Sot është dita e Arafatit. Për këtë ditë dhe për argjërimin e kësaj dite, pejgamberi alayhi salam, fundi i dërguarve Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ai i cili agjëron ditën e Arafatit, krijuesi i gjithësisë do t'i fali gjunahet e vitit të mëparshëm dhe atij pasues. Nesër, troket dhe jemi në festën madhështore. Ajo është festa e Kurban Bajramit. Kurban Bajrami është ajo festë e cila sakrifikon dashurinë njerëzore për të arritur dashurinë hyjnore. Festa e Kurban Bajramit, ashtu siç ka dhe vetë emrin, është sakrifikimi dhe therrja një kafshë për hir të Allahut Azza wa Jall. Kështu që unë uroj të gjithë besimtarët musliman dhe qytetarët lushnjar gëzuar festën e Kurban Bajramit, Zoti pas pranuar të gjithë adhurimet, duat, sakrificat tuaja për hir të Allahut Azza wa Jall, gëzuar për shumë vjet dhe ardh i mbar festa e Kurban Bajramit.